Mbrojtja e Palestinës nuk bie ndesh me mbrojtjen e identitetit shqiptar. Të mbështesësh të drejtën e palestinezëve për të jetuar në paqe nuk do të thotë të pranosh radikalizmin fetar apo të zbehesh boshtin kombëtar shqiptar. Në redaksin ton kanë bërritur jo pak reagime nga lexues që ngatrojnë qëndrimin ton ndaj çështjes palestineze me debatin mbi islamizmin ekstremist dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar shqiptar. Ky konfuzion nuk është i vogël, sepse prek dy çështje që kërkojnë saktësi morale dhe qartësi publike, të drejtën e një populli për të mos u shfarosur dhe të drejtën e një kombi për të ruajtur identitetin e vet. Qëndrimi ynë është i thjeshtë dhe nuk lë vend për keq kuptime. Kur flasim për Palestinën, ne flasim për një popull që po përballet me një tragjedi të thellë njerëzore, me vrasje, shkatërim, zhvendosje dhe mohimin brutal të së drejtës për të jetuar në tokën e vet me dinjitet. Mbështetja për palestinezët nuk buron nga ndonjë projekt fetar, por nga bindja se çdo popull ka të drejtë të jetojë në paqe, me identitetin e vet dhe pa ju mohuar ekzistenca. Palestinezët e kanë fenë e tyre, historinë e tyre dhe të drejtën e tyre për të mbijetuar si popull. Kjo nuk përbën asnjë kërcënim për identitetin shqiptar. Përkundrazi, një popull që e njeh peshën e vuajtjes dhe të padrejtësisë historike duhet të jetë ndër të parët që kupton dramën e një tjetri. Solidariteti me palestinezët nuk është tradhti ndaj vetvetes, por shprehje e një ndërgjegjeje njerëzore që nuk mat vlerën e jetës sipas përkatësisë fetare apo gjeografike. Por kjo nuk do të thotë as pak se shqiptarët duhet të heshtin përballë çdo forme të radikalizmit fetar që cenon boshtin e tyre kombëtar. Edhe këtu qëndrimi ynë është po aq i qartë. Shqiptarët kanë identitetin e tyre kombëtar, historinë e tyre, gjuhën e tyre, figurat e tyre themeluese, dëshmorët, heronjtë dhe shenjtorët e tyre. Mbrojtja e këtij identiteti nuk është zgjedhje e rastit, por detyrim moral dhe historik. Shqiptarët, në të gjitha trevat e tyre, kanë të drejtë të jetojnë në paqe dhe në identitetin e tyre shqiptar. Jo si zgjatimi kulturave të huaja, jo si kopje të modeleve të importuara, jo si një mas pa kujtesë që haron rrënjët e veta. Identiteti shqiptar nuk mund të zëvendësohet as me romantizma lindore, as me ndikime ideologjike që relativizojnë historinë, gjuhën, sakrificat dhe figurat e kombit. Në këtë kuptim, mbrojtja e Palestinës dhe mbrojtja e identitetit shqiptar nuk janë dy qëndrime që përjashtojnë njëri tjetrin. Përkundrazi, ato burojnë nga i njëjti parim, respekti për të drejtën e popujve për të ekzistuar me dinjitet në tokën e tyre, me kujtesën dhe identitetin e tyre. Ashtu si palestinezët kanë të drejtë të jetojnë si palestinezë në tokën e tyre, edhe shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë si shqiptar në trojet e veta, pa u tretur në identitete të huaja dhe pa humbur boshtin e tyre kombëtar. Problemi nis pikërisht kur dikush përpiqet të manipulojë debatin, duke paraqitur solidaritetin me palestinezët si një lëshim ndaj islamizmit ekstremist. Kjo është një përzierje e rreme dhe e dëmshme. Të dëshirosh drejtësi për palestinezët nuk do të thotë të mbyllësh syt përballë rreziqeve të radikalizmit. Po ashtu, të mbrosh identitetin shqiptar nuk do të thotë të bëhesh i pandjeshëm ndaj vuajtjes së një populli tjetër. Një komb i pjekur di të bëjë dallimin mes fesë së një populli dhe instrumentalizimit politik të fesë. Di të bëjë dallimin mes solidaritetit njerëzor dhe nënshtrimit ideologjik. Di të mbrojë veten pa humbur ndjeshmërinë ndaj padrejtësisë. Dhe mbi të gjitha, di të mos heqë dorë as nga ndërgjegjja morale, as nga kujtesa historike. Për ne, mbrojtja e identitetit shqiptar mbetet parim. Është respekt për heronjtë tanë kombëtar, për dëshmorët tanë, për shenjtorët tanë dhe për gjithë ata që sakrifikuan që ky komb të mos zhdukej. Është besnikëri ndaj historisë sonë dhe përgjegjësi ndaj brezave që do të vinë. Po aq parim është edhe kundërshtimi i padrejtësisë kudo që ajo ndodh, përfshirë në Palestinë, ku një popull i tërë po paguan me gjak koston e heshtjes së botës. Nëse dikush kërkon t'i vërë këto dy qëndrime përballë njëri tjetrit, atëherë nuk po kërkon të kuptojë të vërtetën, por të shtrembërojë debatin. E vërteta është se një shqiptar mund dhe duhet të jetë njëkohësisht në anën e drejtësisë për palestinezët dhe në anën e mbrojtjes së identitetit të vet kombëtar. Kjo nuk është kontradikt. Kjo është koherencë morale dhe kombëtare. Në fund, çështja nuk është vetëm se çfarë mendojmë për Palestinën apo për radikalizmin fetar. Çështja është nëse dim ende të mendojmë si komb, me kujtesë, me dinjitet, me sens drejtësie dhe me vetdije për atë që jemi. Sepse vetëm një popull që mbron identitetin e vet pa humbur humanizmin mund të mbetet i denjë për historinë e tij.